Okej, dhe e përfunduam dhe recetën e dytë, më pas e servirim ashtu të dekoruar bukur. Tani faktikisht unë nuk konsumoj duhan. Dikush nga çunat me një çakmak të lutem të më ndihmoj. Se çfarë do bësh? Po kam të gjysmën e lakrës. Po nuk mos të tregojmë se si të mirëmbajmë në frigorifer, kemi sjellë mënyra të ndryshme. Edhe sot është një mënyrë komplet ndryshe nga ajo nga të tjerat. Marr dhe një fik. Një të shkoj ta marr. Merë vetë. Faleminderit. Edhe qesen. Pelikolën? Jo. Apo ke qese Po tjetër? shoh që fura po këndon. Thot Albana, hajde këtu. Ke vendosur diçka për të pjekur? Patjetër që po. Mirë, pra, pas 2 recetave të supës edhe të sallatës me kastravec edhe me karot, me kos, me erëza të ndryshme që mund t'i vendosni, do të kalojmë tek truket tona. Gjithmonë në kuzhinë na vinë disa herë këshilla praktike, truke të ndryshme që lidhen me kuzhinën, me ruajtjen, pastrimin, higjienën, gjithçka tjetër, të cilat e lehtësojnë ditën, e lehtësojnë punën e çdo anëvise, dhe themi në fund, wow, si nuk e dinim këtë gjë. Pra, dhe sot truku që ka te lakra. Po lakër, speca, unë lakrën kisha dhe lakrën vendosa. Te lakra. Të them të ditën kam kohë, mos i mojmë edhe gjërat, që më thëmin gjujnë. Po më dhëmbin. Do thoni ju, e bërë dietën Albana, pra të shkret, e bëra dhe dietën. Po përdor një ilaç, po përdor një tjetër, ja që nga ndonjëherë na pëlqen vetja dhe duam të bëhemi doktorë të vetës. Po nuk mund të bëhemi doktorë të vetës. Ne duhet të jemi, por duhet të kemi informacionin e duhet për të bërë doktorë të vetës. Po që ku më qash më thanë në këtë lakrën që vendosen në gjuhë. Të kupat e gjurit. Po, shumë e mirë. Edhe mësi ishte kjo? Një kim popullor. Më shtille me një letër telefoni, mbahet e gjuri gjithë natën mbahet. Atëre... Se redukton atë inflamacionin që ka gjuri jotë. A e di ti sa ka si Albana që kanë këtë problem? Po sa ka, vetëm të gjuri. Zvendosim as kri pas si gjë? Po dhe për problemet tjera të gjoksit vendoset, për dhimbjet ose për goditjet, plagët e të vendoset, unë nuk do ngrej gjurin tani, ja, kështu. Jo, direkt, jo, pa qese. Pa qese? Jo, vendos lakrën të ketë kontakt me gjurin dhe pastaj e mbështjell me një letër, me një qese. Po, pa tjetër që e vendosim, ja. E më nënë ja, me do unë që të bëja. Kështu. Shumë e rejtë. Bravo, edhe e lidhim, pastaj se vendos çorapen sipër. Po, a e di sa nga shoqit e mia do më falenderojnë për këtë gjë? Po, besoj po, ja ti pyesim ndoshta. Shumë. Kemi kohë ti pyesim. Këtë e nëse dua për pak me numrin edhe... Dhe pjesën tjetër, dua dhe një qese tjetër tash që mos e vendos. Po, dhe nëse ju keni të tjera forma alternative të këtyre dhimbjes, kyçeve, gjunjve, nga produktet që konsumojmë, lakra është dhe ka këtë veti anti-inflamacion, kështu që përdoret në këto dhimbje të caktuara. Gjithashtu, edhe për probleme dhe gjendje të tjera shëndetësore. Ti po e grin lakrën? Po e grin. Më jep një qese tjetër të luta. Dhe do ta mirëmbajmë, do ta ruajmë atë për një kohë më të gjatë. Se dihet që nëse ka kontakt me ajrin, siç e kemi të tillë, pra gjithmonë sigurohemi që të krijojmë një mikroklim në qese, kavanos apo kudo që duam të ruajmë perimet tona. Me një ndryshim. Vendos, ju da mbushni më plotë, vendos krip. Krip pas zbut gjithçka. Një përzierje mirë. E ty mi ta bësh sallat tani? Ja. Dhe kur e merr këtë pamjen serioze Albana, nuk e interpreton me të qeshur tani çfarë. Kur nuk interpreton as kur merr një pamje kështu që ndrim serioz, thua domethënë çka ka zbuluar, ç'po na drejton. Sepse në këtë pikë un jam interpretuesja. Çfarë ti bësh tani këtë? Më lë më njëherë serioze, më lë më njëherë serioze. Tani atëherë vendose kripën edhe vajin e ullirit brenda te lakra e grirë. E till do jetë. Ja disa të çakmakun. Vëri flakën gjithçka, hajde. Fillojmë të kërcejmë. Këtu më? Po, me aty. Po prit se kemi mirë pozicionin, se ndjek kështu. U diqke. Prit ta mbaj kështu në përposhtë edhe. Kështu, ja.
Uli prap. Kështu dhe uli dorën prap. Jo, po s'u diqëm nga ta. Ajo. Goca ime një nënë, nuk ka dy. Edhe ajo nëna ime një gocë ka. Të përshëndes Tatjana me që ke një gotë dhe i djanë. Po që po i bën tani, po e djek? Me marrë me të mirë. Me marrë me të mirit, qikë se. Po. Kjo është e mbyllur. E shikone? Okej. Pra, me... Si që e keni, të tillë është e mbyllur, nuk ka nevojë. Nuk Po. Gjose do t'ishe me e drejtë, ishte akoma edhe me e mirë. E tillë si që është direkt, jo direkt, do jetë në frigorifer, deri sa të largohet pak aroma e qesës, më pas të vendosim në frigorifer. Dhe ja ku kemi, pra kripa e zbut, vaj e mban në gjendjen e duhur, dhe kur vjen puna e suprave, vendosni, si që vendosa unë karotën, vendosni pak fare. Imët fare. Lakër të bardh, lakër të kuqe, bëni dhe të ushi, salat po ashtu. Këmba po, gjuri po,